Nëse jeta jote do të ishte një film, një nga ato filmat e tu, shumë të shitur dhe të suksesshëm, cilën pjesë do të censuroje nga jeta jote? Po, nuk do të censuroja asgjë, sepse mendoj që në çdo fazë të jetës time, para ky film do ishte jo komedi, po do ishte motivues. Motivues. Dhe nuk do të censuroja asgjë, sepse mendoj që çdo etap i jetës time ka qenë një mësim. Sigurisht janë sa momente që nuk ndihem krenar, është aty nga mosha 15-16 vjet, kur i ndodh këtyre çunave që rebelohen edhe kundërshtojnë familjen etj. Por që është fazë dhe duhet ta kaloja. Kështu që s'ke thënë një peripeci përveç se ke qenë një djalë punëtor, se që atëherë ke dalë, ke shitur, lekët i ke nxjerr vet. Ne, padyshim, por prap ka vend për përmirësim edhe. Ka vend për përmirësim. Është një ide e mirë kjo, që e kam, në fakt, për të krijuar një film, jo autobiografi, po për të xhiruar një film që flet për motivimin, për sfidat që ti bën suksesin pastaj. Po, kush do jenë personazhet e tjerë? Mos më thuaj që do jetë Edi Rama dhe Elvana Gjata. Që i ke pas? Jo, Elvana mund të jetë, po s'besoj të jetë Edi Rama, po. Edi Rama jo? Nuk besoj të ke ky film paktën. Ka qenë tek filmi I Love Tropoja, me ato parukën, si pranoje me parukë dhe me lente në njërin sy. Si pranoje? Jo, vetëm pranoj, po ishte shumë i lumtur që ta bënte atë personazh. Ne njohim gjithë kryeministrin edhe dihet ajo shpirti artistik i tij që ose i këtyre çmendurirave artistike që e karakterizojnë. Kështu që për mua ishte, le të themi, një fat i madh që koincidoi në këtë pikë për ta bërë atë film që të realizohet.